Përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin e dytë dhe Albania Talent Show. Sot, sikur dhe javën e parë, do kemi konkurrentë të rinj. Por, fillimisht, dua të falenderoj të gjithë televotuesit që kanë votuar me 1900 votat e tyre. Atëherë, pa humbur kohë, ftojmë në skenë konkurrenten e parë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quheni? Unë quhem Elanda Halili, jam 8 vjeç e vi nga qyteti i bukur i Kukësit dhe sot do të këndoj këngën Paris nga Xhensila Mirtezahi. Për sa vitesh këndoni? Unë këndoj për 3 vitesh. A ke marrë pjesë në aktivitete të ndryshme? Po, kam marrë. Kur të rritesh, çfarë do bësh? Unë do të bëhem një këngëtare. Në rregull, skena është për ju. E di që ti e ke vështirë me një pak mall, por unë kërkoj motivin e unë e gjallë. Qaki ja bën e dit ku je këtë natë, e jam frigu vetëm me shku në shtratë. Mama ke nalë frymarrjen, e ke vrati zemrën time, ku shkolu me bustet tuja, ka ka boty fije, sa të perëndoj dhe hëna, me ty po du me unit, pararam pam 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 pam, e një tango në vari. Zhytem, 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 jemi po tate. Zhytem, 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 tu leżę, zhytem, zhytem. Ma ke mbyll ti, ma ke mbyll ti, zemra ma ke mbyll, po unë du me ty, aty. Ma ke mbyll ti, ma ke mbyll ti, zemra ma ke mbyll, po unë du me ty, aty. E di që ti e ke vështirë me gjallë, por unë kërkoj motivin e unë e gjallë. Nga qielli po afrohet befat një shtrëngat, e jam frigu sonte me shku në shtrat. Mama ke nalë frymarrjen, e ke vrati zemrën time, ku shkolu me bustet tuja, ta ka boty fije, sa të perëndoj dhe hëna, me ty po du me unit, pararam pam 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 pam, me një tango në vari. Zhytem, jemi po tate. Zhytem, tu leżę, zhytem. Ma ke mbyll ti, zemra ma ke mbyll, po unë du me ty, aty. Ma ke mbyll ti, zemra ma ke mbyll, po unë du me ty, aty. E di që ti e ke vështirë pak gjallë, e kërkoj motivin e unë e gjallë. Qaki ja bën e dit ku je këtë natë, e jam frigu vetëm me shku në shtrat. Zhytem. Kemi në studio zonjën Nezi nga Tirana. Përshëndetje zonjë Nezi. Përshëndetje. Ju jeni një poete shumë e zonja. Unë jam një poete e thjeshtë. Kur ka filluar pasioni yt për të shkruar? Pasioni im për të shkruar ka ardhur shumë vonë. Sepse nuk është se unë kam shkruar e re poezi, më shumë më ka pëlqyer proza. Poezia më rodhi se rezultati një libri që unë lexova, duket ai libër mua më emocionoi dhe më bëri që unë brenda meje ishte rrith e vargu, ishte diçka që flinte dhe patjetër unë do ta nxirja në pa. Dhe kjo ishte, do me thënë, nisma ose filli i krijimtarisë sime. Vargu më erdhi natën, më rodhi sikur më rodhte diçka nga truri, më zgjoi nga gjumi dhe unë fillova të shkruaj. Dhe nuk e besova biles,
se kjo ishte poezi dhe unë do të vazhdoja të shkruaja. Ishte thjesht një diçka që unë patjetër doja ta shkruaja dhe mora direkt lapsin e letrën e shkruajta, sepse mendimet nuk të vinë si njëherë tjetër, dhe kjo ishte nisma, fillimi. Pastaj poezia e dytë ishte tamam prilli. Unë kisha ditëlindjen, kisha nipër dhe mbesa që erdhën, isha në gjumë, më zgjuan nga gjumi dhe gëzuar ditëlindjen nana, dhe unë atë moment bëra një poezi, por për fat keq nuk e kam marrë sot me vete, mjaltit më zgjoi nga gjumi. Bëra një poezi që ajo, për çudi, fillimet e mia mori një çmim goxha në një festival në Sarand që bëhesh për gjyshrit, dhe u ndjeva mirë, fillimi. Pastaj poezia rrodhi, kuptohet kur ke diçka i vë qëllim vetes për të ose kur ti ndjen diçka, patjetër do të shkruash diçka. Kështu që Po niprat dhe mbesat e juaja e kanë trashëguar këtë pasion? Jo, niprat dhe mbesat nuk mund të them se e kanë trashëguar, por unë kam 2 vajza, e madhja ka shkruar e vogël poezi, shumë të bukura. Sot nuk e di përse, nuk e inspiron asgjë për të shkruar. Kurse kam vajzën tjetër, ajo është gazetare, ajo ka shkruar një libër me poezi, po do me thënë duke vazhduar studimet, me prekupacione, me punët e saj, ka shkruar dhe një libër në prozë, është tepur sepse është shumë e angazhuar, por që shkruan shumë bukur. Kurse unë të thash, unë fillova në pleqëri të shkruaj. Po përveç poezisë, keni patur profesion tjetër? Unë profesion jam juriste, avokate, kam punuar shumë vite në Ministritë të Punës, në Drejtoritë të Përgjithshme të Doganave, ku dola dhe në pension. Dhe të thash, gjatë kësaj kohe angazhimet, të rrisësh 3 fëmijë, ka angazhime njeriu dhe nuk mund të përqendrohet për shembull në shkrime, në këto, dhe kur nuk e ke të hershme. Por në momentin që më erdhi, unë vetëm kam shkruar, kam bërë 3 libra, mund të kemi edhe 5 të tjera që si kam botuar, kam shumë poema që dua të bëj një libër me poema, por në dorë sot unë kam një roman, ja kam jetë shkrimin tim, që po mbaroj pjesën e parë dhe do ta bëj me 2 pjesë. Me fjalë nuk mund të rri pa shkruar. Ndërkohë që lexoj, më pëlqen 1 orë, 2 orë në ditë të shkruaj, diku korrigjoj, diku bëj diçka të re, por gjithmonë më pëlqen të shkruaj. A keni diçka që do na e prezantoni sot? Po, unë kam marrë diçka, po dua të ndroj një herë syzet, sepse lexoj më mirë me këto të tjera. Do më falni? Jo, pa problem. Atëre, të parën poezi që do lexoj në prill kam lindur. Dhe me që jemi dhe në muajin prill, dhe është në prag të ditëlindjes time, unë po e lexoj, jo se e kam bërë për ditëlindjen, po thjesht më erdhi vargu dhe e bëra. Sa çudi. Pse fati fal kaq shumë dimra dhe pranvera? Dimrat gjakun ta ngrin, trupin s'ta ngrojnë dot. Dëbora e stolis me bardësi flokun e bardh. E zbardhur, por borë s'ka gjithmonë, shumë rrallë e shikojmë. Pse ka kaq shumë vuajtje që ndjejmë braktisje në dimra? Pse pikat e shiut kthehen ujvar dhe flokët e dëborës në ortek? Një shelb vajton, se i rëndon mbi trup një dimër i egër, rreth ecin me shpejtësinë e erës, rrugëve pa adres. Kam parë më shumë ngrica, të ftohta dhe murlane, që duar mi ngrinin dhe shpirtin ma thanin për dreq. Degët e drurve lëkundeshin, si kur Zotit po i faleshin, mbi statujat e nënave, hëna, hidhte dritijet e çudirave lehtë. Pse fati ka ruajtur kaq shumë zymtësi të akulta? Kursit e shkruar duan vetëm t'ju thuash buzëqesh. Një gjethe e tharë u bëzok, e ul dhe qëndroj tek pullazi.
yllin e thirra të zbriste, desha me yllësi të më mbështjell. Kam lindur në prill, kur zojt për në fole kthehen nga shtektimi. Një yll në ngjitje reti çau si shigjet mes për mes. Një ditë dimri dhe ëndra fluturoi e lirë, u çlirua nga prangat. Nuk e ndali i ftoti, as murlani, as absurdi ko në këtë realitet. Faleminderit. Një poezi shumë e bukur. Faleminderit. Atëherë duke ju uruar suksese. Do presësh të lexoj edhe një tjetër. Okej, më fal. Them. Dgjoj, kam bërë një poezi e prekur nga situata që rinia po ikën, po braktis vendin dhe po shkon në emigrim, ndërkohë që vendi ka nevojë për rini. Po. Unë nëpërmjet këtyre vargjeve, më tepër kam bërë një mesazh, do me thënë mos i leni zojt të ikin nga vendi. Dhe them se është, do me thënë, një poezi që është tamam e përshtatshme dhe për kohën, por për të përcjellë dhe një mesazh, se neve poetët dhe ata që shkruajnë, penan është arma jonë që Kryesorja. përse braktisin zojt polezën? Lëri zojt të kthehen tek poleza e vjetër. A s'kush si njerëz stinët më mirë se zojt shtektar, mos i prisni shtratin ku lindën, ku me qumësht nëne u mëkuan, ja zojt e shqipes, adhurues fluturimesh, janë vizionar, reti qajnë me sy shqiponje të përqafojnë dritën, kjo hapësir ju përket vetëm atyre. Edhe detin me krash shqiponjesh e pulbardhas le ta përshkojnë, mos ju zini prit, kur duan të puthin diellin, as krahët mos ju aprisni, se me dalgën si zgalem do të luftojnë, nuk është as pak të lehtë në luftë të dalësh i fituar. Le të marrin bekimin e nënave, kur të marrin udhë, t'ju a bëjnë halal sisën dhe netët e pagjuma, t'ju a bekojnë ditët që i lindën dhe qumshtin e bardhë, t'i bekoj Zoti dhe të gjithë yjet e qiellit në për galaktika. Fladi mëngjezeve zojt këngë me zëra zojt e këngë bilbilash. Me refrena ninullash e djepesh që i kanë për kund. Hobi tyre është të hulumtojnë hapësirat, universin, detin, qiellin, le të realizojnë ëndrat në lirin e agimeve të çmendura, jo të burgosur, as të izoluar si neve në ishujt me stemlash me gjëmba. Polezën le ta ndërtojnë kudo, në kopshtije me lule e driza, sepse jeta është me të papritura, rruga nuk është asfalt i shtruar, lërini të përballen me parajsën edhe me ferrin, në liri me mendime dhe veprime, le të rrëzohen se më të fort do të çohen, do të jenë kur të çohen. Mos i dëboni pa adres, as mos ju prisni ëndrat. Pas shtektimesh të gjata, do të kthehen përsëri në polez. I mbledh flamuri i kuq si kloçka, ndëndëpend gjakun e tia. Me buzë të shkrumosur nga malli, do të ndihen pa vlerë në dhe të huaj, në prill, a vjesht, kur të blegërojnë bari, mbi që parisa do të cicërojnë, do të këndojnë simfoninë e lënë për gjysëm në pentagrame lulesh, jetur është ky dhe të kthehen bit në polezën e tyre. Pylli shekullor le të mbushet plot me filiza të reja, të rrjedh si mjalti në përtrunje pik rëshira, mos e lini këtë tokë të plaket e të vyshket, të jetë i uritur nga ikja e fëmijëve, tek flamuri që shpërndan erë më mëdheu, aty le të kthehen, sepse nuk janë zojt fluturak këta që ikin e më nuk kthehen, por janë bijt e shqipes, bijt e kësaj toke e të nënave të tyre. Le të flasin gjuhën armënore, si në vallet e shqipeve dhe në këngët e trëndafilave. Jo shtektimesh, por të mblidhen e të jenë zot në folezën e tyre, në tokun ku flitet gjuha iliriane, pellazgishte dhe dardane, ku kanë prejardhjen me tradita, nënat që i lindën dhe baballarët, tek amanetet e gjyshërve e stërgjyshërve, që si tret as dheu, ku prehen në vorreza eshtrat e të parve. Besoj se është një mesazh. Një mesazh shumë komplot. Faleminderit. Dhe shpresojmë që kjo poezi të dëgjohet edhe nga të rinjt,
dhe të marrin kuptimin e vërtet të duhur të poezisë. Shumë faleminderit, Asgjë shumë të lutem. faleminderit. Kemi në studio një tjetër konkurrente, zonjën Miranda Troçi. Mirë se vini. Mirë se u gjej, ju falenderoj për ftesën. Quhem Miranda Troçi, vij nga Peshkopia, jam autore e 7 vëllimeve poetike, jam autore tekste këngësh, jam anëtare e mbi 15 klubeve letrare, jam nënkëtare e ABC-s poetike Shkup, jam edhe aktiviste e çështjes kombëtare, sidomos në trojet etnike në Maqedoni dhe në Kosovë. Zonja Miranda, na flisni pak për veprimtaritë tuaja. Veprimtaritë e mia, unë kam ushtruar profesionin mësuese, kam ushtruar profesionin llogaritare, tani jam merrem me letërsinë, me poezinë, me tekstet e këngëve më shumë, jam fokusuar në tekstet e këngëve, sidomos në rrymën tradicionale dhe folkloriste, sepse kjo deg sikur po zbehet. Prandaj më pëlqen folklori. Dhe po sikur e ndjej veten më të plotësuar në tekstet e këngëve patriotike. Në çdo pjesë të eksperiencës tuaj kulturore, ku e keni nder veten më të përmbushur? Më të përmbushur e ndjej veten sidomos kur kryej aktivitetet jashtë trojeve etnike, sidomos Maqedoni, sepse atje janë njerëzit më të hetur për gjuhën, për kulturën, për traditat, sepse gjithmonë më mohuar e drejta e fjalës dhe e drejta e ushtrimit të gjuhës dhe të folurit, sidomos në Maqedoni dhe Kosovë. Po. Sot këtu në studio me çfarë do na performoni? Unë do prezantoj 2 poezi me 2 tema. Njëra ke thënë Dibër, ke thënë Shqipëri, Po. që përkushtohet Dibrës me temë patriotike, dhe tjetra Ashti tënd, një poezi dashurie. Ku thu Dibër, ke thënë Shqipëri. Ku thu Dibër, ke thënë Shqipëri, gjak e trolli arbrit, ashtë ndër briza e larë me gjak, të merr e varë për hasmin. Në një anë lumën, tjetër matin, rrethu me vllaznin, i mbledh Shqipja kart në sqetull, Gjergji mban e gjin. Të thush Dibër, ke thënë Shqipëri, ke thënë nënt malet, ke thënë zemër e Kastriotit, gjak e tokë që sfalet, ke thënë Dibër, ke thënë rranj e djep i arbrit, fole e Shqipesh zemër luan vendi projetarit. Ke thënë Dibër, ke thënë Shqipëri, bashkë me Dibër të madhe, e ndau Evropa e boni dy, në shkresa e traktate, Dibra zemrave shqiptarve mos e danin copa, hienat duhen me t'janë ngrënë kryet me e ban mish për topa. Ke thënë Dibër, ke thënë Shqipëri, ke thënë Kurab e Radip. Kuror me Gjalicën në Rundjën, Martanesh e Shkelzen, ke thënë Dibër, ke thënë Shqipni, ke thënë Kastriot, njëherë Shqipja e thret vllaznin vendit me i dalzot. E poezia dytë është Ashtin tënd. Sonte dua ashtin tënd të përcëllohem thellë në brendësi, shkërmoqur flakëruar bashkë në qenjen tënde, në llavën që rrjedh aorta pjekur në nxehtësi, në terrin e orëve të vona pas mesnate. Të ndjej ashtin tënd kilometra aq larg të kam. Më vjen si aromë freskut në natën e shtat, përpëritur shtyp shpirtin ngesur në ezofak, duf ma ashti që thirr ndjerë ngat. Në mesnatën e heshtur, vetëm frymëria jote pshertin, gërhatja shpirtit më vjen si një tingull melodios në freskun e mëngjesit përpara akimit, ashtin ta ndjej në natën që kur s'dua të sos. Zonja Miranda, faleminderit juve, ju urojmë shumë suksese. Ju falenderoj dhe ju uroj suksese këtij formati dhe këtij edicioni. Faleminderit juve. Sot këtu në studio kemi të ftuar zonjën Ava Muçollari. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Kur ka qenë poezia juaj e parë? Poezinë e parë kam shkruar që në fillore, në klasë të 5, në atë kohë kur filloi dhe shkruhej në përkëndët e shkollës. Dhe që atëherë nuk është ndarë me mua. Ka qenë frymëzimi i çastit apo jo? Faktikisht domethënë ka qenë drejtuar nga mësuesi i letërsisë. Dhe pastaj ka rrjedhur që nga poezia e parë, jeni shkëputur ndonjëherë, ka patur që jeni shkëputur në disa raste apo ka vazhduar gjatë gjithë kohës? Tani poezia o është, o nuk është. Fakti që vazhdon edhe sot do thotë që ka qenë e pandërprer krahas punës përditshme.
Nëse frymëzohesh, e bën si të tjerë, si poetët e tjerë që kanë lapsë dhe letër me vete, që i mbajnë në çantë, apo jo? Realisht, frymëzimi është një çast. Mund të jetë diçka nga natyra, por mund të jetë edhe diçka njerëzore. Në momentin që ti e fikson çastin, arrin qetësinë e duhur, edhe e përpunon. Cilët janë poezitë që ke përzgjedhur për sot? Për sot kam përzgjedhur 2 poezi. Më jep një adresë baba, të cilën e kam shkruar në Gjermani, në pranverë, sepse i madh ka lindur në pranverë dhe ka ikur në pranverë. Ndaj dhe ishte përzgjedhja e njës nga poezitë të sotme, ndërsa tjetra i kushtohet vajzës së fis si ti. Domethënë, me këtë kam dashur që të shpreh diçka për vendlindje. Po. E cila është e pandar për të gjithë, jo vetëm për mua. Normal. Faleminderit. Faleminderit ju. Ku të ta nis letrën e mallit, baba? Në çfarë adresë të ta nis? Kam frikë se rrugës dhe humbje ka, dhe frikë se s'të gjej dot sërish. Me çfarë gjë të turoj i bukurinë? Kam frikë se dot si lexon. Shumë shira kanë rënë që nga ikja jote. Mos loti i prish, i hedh, e kuptimi ndryshon. Me dorën që të dridhet, të lutem merri, dhe me një ndojnë fjalash këtu. Qofte edhe tallës. Pyet në botën e hadit, a lejohen urimet për përvjetorin e radhës? Dua tulipan të nis nga këtu. Kanë aromë maramense, ngjyrë që ndryshon nga madhi. E edhe pse atje ku kemi lindur, të tillë s'kemi patur. Dua që të vinë tek ti. Në cilën post të ti nis, baba? Cila post duron heshtin, errësirën? Loti im, le të shtyj deri aty, mbase bën më të mirën. Me jep një adresë, të lutem baba. Një adresë patjetër e ke. Një adresë ku bota ndryshon prej këtu. Është bërë më e re. Faleminderit. Faleminderit ju. Poezia tjetër e përzgjedhur është Vajzë e fisit tim. Secili prej të ikurve jeton me ato ëndrat e fëmirisë, me ato ëndrat e vendlindjes. Ndaj dhe vargu i ka përcen kufit, ka përcen vetet, ka përcen fushat, ka përcen kodrat, dhe ndalon atje ku ndalon zemrat. Poezia e radhës titullohet Vajzë e fisit tim. Fëmirisi qeshën, unë dhe ti, si që qeshtë prilli pranverës. Me sytë çdo ditë të ngrohtë si dielli, qelur si syti, lastarit pjergues. Por jeta hodhi hapat e saj, që për çdo çast në çoi më larg. Për sytë e tu la pas një breng, në zemrën time lëshoi plarg. Larg atje, në ato kodrina, mbeti malli i pazbuar, dhe dy lotë që mbijnë në enkas, lajnë kujtimet që rinë zgjuar. Në ato kujtime, ti vajzë e vogël, vrapon me skallzave të grurit. Nuk ka filiz që nuk të njeh. Gjuhë kur spati i ve dhe gurit. Në përlëndina, ku lule delet, lozin ende, mbi barë të njonë. I shkrove emrat me gërma fllati, të përtëdhelen, kur janë në konë. Në zgjoh, i the çdo ditë mëngjesit, me ato ëndra që të mbajnë zgjuar. Kur në vendlindje të ketë rënë vesa,
do qaj mbi mallin e vargëzuar. Në shpirtin tim, ashtu si ty, mjalt kujtimesh për kundet lehtë. Mbi ato lëndina ku ka zjarmi, vjen e qëndis, hojet një plet. Faleminderit. Faleminderit juve. Zonja Ava, dy poezi shumë të vera. Të faleminderit që ishit sot pjesë e studios dhe ishit këtu me ne. Faleminderit juve. Me ne sot në studio, zonja Shyrete Demaj. Përshëndetje. Përshëndetje. Cuc Dibrane dhe Nusren Kosovë. Ka ndikuar kjo në frymëzimin tuaj? Ka ndikuar shumë. Është emocion i veçantë. Po. Edhe ndrimi i vendit është emocion i veçantë. Shkak ndryshimi i traditave, emocioneve. Traditat pothuajse janë të njëjta, po njerëzit janë më emocionant, janë më të dashur. Është Ju, kultura, gjithçka ndikon. ju, ku e gjeni frymëzimin? Frymëzimi im është në familje së pari, edhe të fëmijët, të bashorti, të shoqëria, të gjithçka e bukur, të natyra. Jam njeri emocionant, i ndjeshëm dhe gjithçka dua ta shkruaj. Po ndikimi juaj emocional, a ju frymëzon? Më frymëzon, shpesh. Edhe diçka më e vogël, një citerim zogu apo një rezedilli është një emocion, është një frymëzim, është një poezim vete. Zonja Shyrete, por bashkëshorti juaj, ju ka mbështetur në këtë rrugtim? Shumë më kam mbështetur. Është një nga ato që më ka shty që të shkruaj unë me vonesë kam shkruajtur, edhe pse pasioni im për poezin ka qenë që herët, që në rinin e hershme, por ka 3 vite që po shkruaj rregullisht. Po pjesëtar të tjerë të familjes tuaj janë në të njëjtën fushë? Po në familjen time ne jemi pothuajse gjithë artista. Po. Kam djalin është muzikant, nusja është këngëtare, Lulieta Shala, këngëtare muzikës popullore. Këndojnë në për ahengje familjare dhe e bëjnë më të bukur jetën time, Po. edhe të gjithë atyre që i kanë në ahengjet e tyre, në gëzimet e festat e tyre. Kështu që jam shumë emocionuar, shumë e plot Po. në kuptimin e asaj çka t'jep jeta edhe çka shkruhet në poezi. Sot zonja Shyrete, me çfarë do na kënaqni? Me 2 poezi, njëra është për dashuri, tema e dashurisë që titullohet Ti nuk e di, kurse tjetra është temë sociale që prek temën e mohimit të fjalës Mavran. Po. Tani do t'i recitoj për ju. Ti nuk e di. Ti nuk e di si ashtë ajo ndjesi, kur lisi shpresës t'kallet shkrumbehi, e ponat hi me i qel prap filizat e ri. Ti nuk e di çka ashtë, ëndrat me t'i thy si shkarpa, e po me ato shkarpa me ndez zjarin e dashnis. Përsëri, ti nuk e di çka ashtë kujën kang me kthy, e me lot të saj me banj i det. Dashnis prap me i dhan jet. Ti nuk e di çka ashtë durimi i krypës në sy, e mos me piskat, se ky ishte i yti fat. Ti nuk e di, jo, nuk e di çka ashtë kur zemrën copash me ta kthy në gur, e prap prej gurit në gjallë me e kthy, veç për dashni. Poezia tjetër është Mavran. Mavran, fjalën paqe. Me plumba, me predha, avion. Mavran, fjalën paqe. As vaj i nënave, as klith ma e fmive se zgjuan dot. Vajtuan mbi të, me gjak e lot.
ma vram fjallën paqe. Me heshtje, me shikime pas ekraneve, skenareve makabre, ma vram fjallën paqe. Me shurdërinë ndaj gjëmimeve, ndaj rënkimeve, ma vram fjallën paqe. Me berbërinë ndaj masakrave, ma vram fjallën paqe. Me indiferencë, influencë, ma vram fjallën paqe. Ah, sikur të ishte një skenar filmi, dhe në një moment të thuhet luftës ndalë. A ka njerëz të gjallë, rënkon botë e vrarë, dua të frymoj paqe. Kjo ishte. Shumë poezi të bukura. Ju faleminderit që ishit sot këtu me ne dhe shumë suksese në rrugtimin tuaj. Faleminderit për jush, sukses edhe ju. Dhe faleminderit që ishit sot pjesë e jona. Shumë faleminderit. Poetet tona janë një kolazh ngjyrash nga qytetet shqiptare. Zonja Emrie, mund të na flisni për jetën ju lutem? Po, unë kam lindur në një fshat të Klosit, domethënë jam rritur aty, deri në moshën 12 vjeç, pastaj më zhvendosur në Tiranë, ku jetoj dhe banoj dhe sot. Kam mbaruar universitetin për gjuletërsi dhe master shkencor për studime dhe kritik. Unë aktualisht jam publiciste pavarur, shkruaj, botoj, kritik, ese, estetik, çdo gjë, prozë, poezi, dhe normalisht edhe publicistik, kryesisht. Kam botuar disa vepra, tani unë nuk më pëlqen që të them që ku kam qenë, ku s'kam qenë, sepse kritika është art në vete. Kritika është ajo që ndihmon ose rrit cilësinë të shkruarit, të poezisë, të artit në Shqipëri, e cila fatkeqësisht është mungestare. Kam qenë gazetare për shumë kohë, aktive, që nga 2015 jam shkëputur, thash, edhe jam publiciste pavarur. Sot, këtu në studio, çfarë do na prezantoni? Unë kam ardhur me këtë librin tim, është libri me poema. Emri, faktikisht unë librat i botoj me emër arti, Emi Krosi, për vetën arsye sepse një ndër poetët e mia më të dashura është Emily Dickinson, është poeti amerikane që për fatkeqësisht amerikanët e ka zbuluar një shekull më vonë pas vdekjes. Dhe duke pasur dhe mua zakonisht më thoni shoqëria Emi bashkova emrin tim edhe bëra Emi. Ky libri është me poema Te Adum Vitae, i kam vënë një emër latinisht, Kohat e pric e jetës. Unë zakonisht jam poete postmoderniste, do më thënë në shumë ndryshe në krahun që shkruhet poezi sot, pavarësisht se poema në Shqipëri mungon, është pak e vështirë, është ndërlikuar, gjithsesi nuk kemi shumë kohë për të thënë për këtë gjini letrare. Është një botim i kohëve të fundit. Frymëzimi për të krijuar këtë nga ku? Unë kam vite që shkruaj, unë jam një lexuese, si thuaç, librash, nuk e di sa kam lexuar, po leximi është ai që e bën. Askush nga ne që shkruajmë poezi nuk e kuptojmë kur shkruajmë dhe si shkruajmë, sepse gjatë leximit njeriu edhe frymëzohet, por është edhe diçka e brendshme, genetike që të ngacmon. Dhe vjen një çast që ky ngacmim i brendshëm nga leximet fillon të hedhësh fjalët në letër. Kurse poemën nuk kam vite që shkruaj, është nga leximit pjesë-pjesë, edhe botova librin. Po. Ndjekim një insert me poemat e Emi Krosit. E ishën Republika ime, e përdhunuar nga bitet tu bastard, sa herë të kemi pyetur për dreq, edhe ti brot? Në tehun e thikave të përgjakura, ku damarve të tu, vampirët akoma pin gjak, se gangsterët t'i sterosin netët me haneve të tua të mykura, me joshje të paturpshme për një shën kushtetuot, që si leck, më shtjell këmbët e ushtarit të djersitur në pararojën tënde, në pyjet e mjegullta. Kërpudhash duan të mbjellin shpateve të zhveshura pa lule dafinash, ku mbulojnë gjethenjat e kanabis sativas, mandej, xhunglat e pafundme të pedofilis që janë aq skurupoz, po luaj me kartën e bartë të lirësis tënde të përdhunuar.
Republik budallaqe, republik e marr, republik depresive, republik te i kanjoze. Hesht po të them, në netët e erta ku imazhet e tua si përbindesha projektohen në mur. Hajt se do folje në puntatën e fundit të Mazaratit, shën Republika ime. Me pamje surreale edhe ekspresioniste, ku viseve të tua të mukëta, derdhen mjegullta e kuqërremta, të gjithë ndashnorët e tu gjuajnë me gur pa besin, edhe në zvarani kthehen kur pin qumësh të zi nga gjitet u prej bushtre, ndërsyer me spluhrit të lagjes së qenve, se qenshe lehin për ty, edhe shën bushtrat, edhe shën ulkonjat, edhe shën hienat. Mallkim bërtasin aligatorët mbretëror. Bekim nga zëllehen qengjat qumështor të Republikës së Re. Tridhim klithmojnë prishësit e babindur të rendit, kur plebejt orgazmohen nga ndonjë femër e dehur që udhët e pistat të netëve të periferisë të bolderit, se për ç'Baudelaire më thua, more pis katunar. Ky shën metropoli, kjo shën kryeqendra, se Omar Khayyani i Tiranës ka pirë kaq shumë kupa dhe çmendurisht pa turpërisht, se ka puthur kaq naivisht, sa që unë jam shumë e marrë që puth aq shumë meshkuj të përdorur masivisht, se unë guxoj të kërkoj të drejtat e kushtetutave të Republikës. Të hesht më urdhëruan, mos bërtit, përsëri më urdhëruan, mos u merr me politikë sërish më urdhëruan, mos proteston nëse do t'jetosh në këtë republik. Mbyllë gojën, tashmë më kërcënuan. Që më duhet mua më porositën të them, flini dele, flini. Se frikërat gjallëmojnë vetëm në ujë si mëkatet e çifteve të lumtura mëkatojnë vetëm në verë, ama vetëm në verë. Kur janë të gjithë, Adam dhe Evë, lahen në det që vetveten pastron, me shën ujin e Jordanit të Gjonit, se për bërës, as një mëkat nuk lëviz më në përcopëzat e guackave në bregun ranor, ku janë thyrë gjymtyre të miljarda dalgëve të kripura. Tani besoj e kuptoni. Mos e prekni, mos e mëkatoni zymtësinë e Republikës, kur një flamur të bardh kam lidhur në recipetat e mia dal boje, se triumfi rënjes time nga Everesti, rënofsh Republik, u shkallmofsh Republik, u shkretofsh Republik, u shofsh Republik, ti fare keqe erave të tu tribal, që stu hishëm, ngritën 3 direkëshen e atë dheutim, shpres, besim, flamur. Po ikim shën Republik, por një gur do ta hedhim prapa, që sa ora në rikthim të shënojmë udhën e fëmijëve të natës, plang prishëse. Mirëpresim në skenë konkurentin e parë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quheni, nga vini dhe çfarë do na performoni sot? Unë quhem Gerardo Dervishlari, vi nga Pogradeci dhe sot do të performoj poezi. Skena shpio. Por si kanga e zogut verës, që vallëzon blerim të prillit. Por si ambli fladierës, që lmon gjit e drando fillit. Por si vala e bregu detit, por si gjama e rfez jetare, por si ushtima e një tërmeti, një ashtu as gjuha jonë shqiptare. Ah, po e ambël shfjale saj, por si gjumi një kërthi, por si drita plotësdaj, por si gazi pa mashtri, edhe ndihet tu i kumue, por si fleta e kerubinit, ka i bjen qeve të i flutrue, në zjartat valet amshimit. Pra malku, një i birë shqiptari, që këtë gjuhë të Perëndis, trashëgim që në lajpari, trashëgim, si Alena i fëmis. Edhe ati ju thaf po goja, që e përbuz këtë gjuhë hinore,
që në gjutë huj kur sash nevoja, flet e të vetën e lembazdore. Gjuhë Shqipe nëna tona, që prej djepit na kanë thanun, se ashtë një zot që do t'a dona, një që jetë në ka dhanun. Edhe Shqip në thanë se zoti, për shqiptar, Shqipnin e fali, se sa të endin stina e moti, do t'a gëzojnë këta djalë mas djali. Shqip, na vejt, po pik ma para, na gjim tjetës ku kemi shkue, tu i ndjek flutrat në përara. Shqip, mas pari kemi këndue. Kemi këndu, po armët besnike, që flaku kanë dorë shqiptarve, ka kanë dekta për besje tike, ka kanë dekta për dhejtët parve. Në këtë gjuhë, edhe nga e leka që i ruzlim bretnin si azuni, që ka bita e shkelte deka, shekuin bar, liqandi vuni. Në këtë gjuhë edhe kastriota që u pat fanja ty në ushtrive, që sa ndri se djelë trota, kanë me ke ndera e trinjive. Pra, shqiptar, gjdo fejsh që t'jini geg, e tosk, malsi e qyteta. Gjuhën tuj, kur mos talini sa ti tjeta, po për të gjithmon punoni. Se sa n'bani gjuhën tuj, fisi juj, vendi e zakoni, kanë me mbaj larë kamës huj. Në përgjuhë Shqipe, bota marë, ka me u njoftë për shqiptar, tri manza si kur se ini. Prandaj, pra, në doni fisin, mali, bregu edhe malësia. Për një e goje sot bërhorisim, gjuhët vetën, roftë të Shqipnia. Sot kemi në skenë 2 konkurrentë të cilët do këndojnë në duet.
për kale. E radhës. Përshëndetje, unë qëmë Emanuela. Përshëndetje, unë qëmë Menciada. Sot ne do të këndojmë këngën A vjen ajo ditë. A vjen ajo ditë, unë me arte shtëpia. A vjen ai moment, mu mbledh këtë familja. Koku je o vlla, na ka marrë mallimet pa. Hajde kur po vjen, për çdo ditë nana përmend. Boni t'fala nanës edhe babës plak, mos i leni vetë se bojnë marak. Mos tani në vlla, nuk i lajna vetë, nanën edhe babën i ke mamanet. Sa shumë jam më zy, pak ma e këtë malli. Baba qka po thot, apo vet për djalin. Baba i s'po fol, po pleshnia e ka tret. Ka njëherë po thot, mami këtu se në kurbet. Boni t'fala nanës edhe babës plak, mos i leni vetë se bojnë marak. Mos tani në vlla, nuk i lajna vetë, nanën edhe babën i ke mamanet. Boni t'fala Boni t'fala nanës edhe babës plak, mos i leni vetë se bojnë marak. Mos tani në vlla, nuk i lajna vetë, nanën edhe babën i ke mamanet. Boni t'fala nanës edhe babës plak,
Mos i leni vetë se bojnë marak. Mos tani në vla nuk i lejnë vetë. Nanën edhe babën i ke mamanet. Faleminderit. Tregon gjyshja nga herë, na ishte se që na ish një herë një djalë, si vetë shokët kishte, dhe unë duke dëgjuar, shikoj me sytë e mi, një trim duke luftuar për vatër e liri. Ëmbël zëri gjyshes, kur ngjarjen ma tregon, e le të dore sa ja, mbi krye më ledhaton. Ëmbël zëri gjyshes, kur ngjarjen më tregon, e le të dore sa ja, mbi krye më ledhaton. Ëmbël zëri gjyshes, kur ngjarjen më tregon, e le të dore sa ja, mbi krye më ledhaton. Ëmbël zëri gjyshes, kur ngjarjen më tregon, e le të dore sa ja, mbi krye më ledhaton. Tregon gjyshja nga herë, na ishte se që na ishte, na ish një herë një djalë, si vetë shokët kishte, dhe unë duke dëgjuar, shikoj me sytë e mi, një trim duke luftuar për vatër e liri. Ëmbël zëri gjyshes, kur ngjarjen ma tregon, e le të dore sa ja, mbi krye më ledhaton. Ëmbël zëri gjyshes, kur ngjarjen më tregon, e le të dore sa ja, mbi krye më ledhaton. Ëmbël zëri gjyshes, kur ngjarjen më tregon, e le të dore sa ja, mbi krye më ledhaton. Ëmbël zëri gjyshes, kur ngjarjen më tregon, e le të dore sa ja, mbi krye më ledhaton. Përshëndetje, unë quhem Sergjola Marku, unë sot të vendoj një qeshori. Sot u zgjova nga një zë, ai duki shumë i lumtur, gjomoj bitë të puf, mami sot ke festën më të bukur. Sot u zgjova nga një zë, ai duki shumë i lumtur, gjomoj bitë të puf, mami sot ke festën më të bukur. Qofshe lumtur bia ime, mami sot po të uron, si një flakile pranvere të qofjeta një qeshor. Qofshe lumtur bia ime, mami sot po të uron, si një flakile pranvere të qofjeta një qeshor. Kjo zemra jon, por dhurata më e bukur është urimi yton. Kjo
dhurata dhe urime, bushu kjo zemra jot. Për dhurata më e bukur është urimi yt o nënë. Qofshe lumtur bia ime, mami so po të uron, si një flatile pranvere të qof jeta një qeshor. Qofshe lumtur bia ime, mami so po të uron, si një flatile pranvere të qof jeta një qeshor. Qofshe lumtur bia ime, mami so po të uron, si një flatile pranvere të qof jeta një qeshor. Qofshe lumtur bia ime, mami so po të uron, si një flatile pranvere të qof jeta një qeshor. Faleminderit. Mirë presim në skenë konkurentin tjetër. Përshëndetje, unë jam Mesni Qestani, studioj në shkollën e Liceu Artistik Jordan Misja për oboe dhe sot do luaj në instrumentin oboe lulebor. Përshëndetje, unë quhem Tara Ndoj, jam 9 vjeçe dhe vi nga qyteti i Kamzës. Sot do të performoj këngën, unë jam shqipe nga Kosova. Shikoj qëllin me fluturua, o i Kosovë sa fort të dua. Shikoj qëllin me fluturua, o i Kosovë sa fort të dua. O i Kosovë, o sa fort të dua. Shikoj qëllin me fluturua, o i Kosovë sa fort të dua. Shikoj qëllin me fluturua, o i Kosovë sa fort të dua. O i Kosovë, o sa fort të dua.
fort të dua. E shikoj qiellin me fluturua, oj Kosovë sa fort të dua. E shikoj qiellin me fluturua, oj Kosovë sa fort të dua. E shikoj qiellin me fluturua, oj Kosovë sa fort të dua. Oj Kosovë, o sa fort të dua. Kemi sot në studio Orinel Gjinin. Orinel, përshëndetje. Përshëndetje dhe mirë si u gjej. Mirë se keni ardhur. Me çfarë merreni? Unë nga shtatori i vitit 2024 jam cilësuar si kryetar i Këshillit Vendor Rinor për Bashkinë Klos. Gjithashtu jam edhe aktivist i rinisë për barazi sociale dhe zhvillim komunitar. Prej sa vitesh e ushtroni? Unë ka gati 2 vjet që merrem me aktivizmin e rinisë në Bashkinë Klos dhe jo vetëm. Sa fëmijë janë të aktivizuar në këtë aktivitet? Duke marrë parasysh që në Bashkia Klos është një bashki e vogël, nuk kanë munguar gjatë gjithë kohës zhvillimet, ka një numër të lartë të rinj, të cilët janë aktivizuar në kohëve të fundit dhe për këtë gjë jam shumë i lumtur dhe jemi në rrugën e drejtë të zhvillimit rinor. Sa është grup mosha që është më preferuar? Ka nga mosha 14 dhe në moshën 18-19 vjeçare, të cilën aktivizohen. Të marrim parasysh që të rinjtë të cilën janë të moshave të vogla merren kryesisht me pjesët artistike, me zhvillimin në art, ndërsa moshat pak më të mëdha, nga mosha 17, 18, 19 vjeç, merren zakonisht me zhvillimet komunitare nëpërmjet çështjeve sociale dhe konkurseve që zhvillojnë. Po mbështetja, a keni për kryerjen e këtyre organizimeve? Patjetër, në kryerjen e organizimeve kemi mbështetjen e institucioneve vendore dhe gjithashtu kemi mbështetjen e organizatave ju fitimprurse, të cilët janë të shpeshta në Bashkinë Klos dhe gjithë qarkun e Dibrës dhe jo vetëm, të cilët japin një kontribut dhe një mbështetje shumë të madhe dhe për këtë gjë jam shumë falendërues ndaj tyre. Ashtu siç ishte edhe programi i Albanian Talent Show, realisht kur merr si ftesë që unë të angazhoja të rinjtë e Klosit, isha pak konfuz, por kur holumtova, kur kërkova, ishte pikërisht ajo gjëja që mua mu nevojit për momentin që të rinjtë e Klosit kenë sa më shumë mundësi të shfaqin talentet e tyre. A mund të më flisni pak më shumë për aktivitetin tuaj? Aktivitetet tona, siç thash edhe më parë, ndahen në pjesë artistike dhe sociale. Në pjesë artistike marrim pjesë në organizata dhe projekte siç ishte North Star, Albanian Talent Show edhe shumë organizata të tjera të cilat vijnë për kontributin në art. Gjithashtu, të rinjtë të cilët merren me pjesën e çështjeve sociale kanë mbështetje financiare nga Agjencia Kombëtare e Rinisë, të cilën është shumë e vazhdueshme në projektet e tyre, të cilët kontribojnë shumë në rini, në qendra rinore dhe në aktivitetet të cilën zhvillohen në lidhje me artin dhe për këtë gjë jam shumë i lumtur që kemi arritur të bëjmë një ndërthurje midis njëri tjetrit. Orinel, të falenderoj shumë që ishe sot mes nesh. Ju falenderoj juve.